Ka dalë shumë i mirë, edhe është bë krokante, ashtu si që mu më pëlqen, jo që u lavsh. Të dashur ndjekës, sot do bëj një byrek vere, dhe me 400 gram kam zonë millin për 4-5 persone, ja ku e kam, brumin e byrekut, e kam në përfaqet e mia, kam bë goxha byreke, 2 vezë, do t'i rrath pak të vezët, do t'i hudh pak piper të zi, se më pëlqen gjiza e nakatosme, mor dhe i rrath, që për t'ja hudh edhe gjizës që e kam lënë këtu në tasin e mod, edhe këtë gotën e kosit. Kur është shumë e tharët gjiza, ose e krypët shumë, hudhini qumësht. Po kjo e imja vinte pak si omël, pra ne u detyrova i hodha një gotë me kos. Gjithmonë, kombinimin e gjizës e dini vetë, si e bleni, po që shumë e krypët, munoni këtë masën që komun me kos, hudhja një qumësht. I përzi bashkarisht, dhe kësaj masë unë do t'i hedh pak majdanoz. S'keni majdanoz, hudhini koper, unë i hedh gjithmonë erza, e lezetojnë shumë. Kësaj masë unë do t'i hudh edhe i qik t'lyn, e kam të tret, më pëlqen gjiza me t'lyn. Kush mund t'i hedhi edhe voj ullini. Ja përzi gjithë masën mrejna, do pa tjetër i mund t'i hudhni edhe voj gjelle. I kam hudhën dhe ashtu dhe kështu, po për t'u bo pak më afife, t'lyni është shumë i shishëm, i jep shumë lezet gjizës. Në kjo që dhe përmbushje në byrekut, pregatitja. Do t'a provoj dhe i herë për kryp, se ngelet ashtu, pa shije, do t'i hudh edhe i fije. Ashtu e largoj dhe mere me hapjen e petave. Edhe masës këtu e kam lënë me vaj, tash do t'i hedhi luk t'lyn. T'lynin e zëvendësoni si t'keni dëshirën. Po ja tregoj këtë pjesë, e kam zonë mill edhe i qik kryp, tu në mes, edhe vaj, 2 luk gjelle, me 1 luk me uthull. 400 gram do përdor 1 luk çaj. Ja. Edhe ujin e kam pak të ngrohtë. Gjithmonë e hudh në dorë. Brumi duhet lënë rreth 20 minuta, ose gjysmë ore në dimër, për të ardhur më mirë, për t'u bërë elastik. Ashtu më dolën 14 kuleç, gjithsej, i muloj me 1 letër plasmase, që të mos thahen nga kondicioneri, edhe me i copë sipër. Unë do t'i toll me 1 seshte. Unë i bëj gjithmonë me 2 kuleç, që ecën peta më mirë dhe edhe për ato që nuk din, po edhe peta dele shkrifët, se ka i njërë mrena. është rreth 39-40 cm, ka që kam dhe furrën, prandaj detyrohem e bëj pak më të plotë, që të më nxej tepsin tjetër, ajo nuk ma merr, më le derën hap dhe detyrohem, e kam bo kastile për këtë punë. Jo shumë i nyrë, se është verë. Gjithmonë me pikatore. Kështu do vazhdoj për të 7.
I hoqa anët, mos dalin trasha, gjithmonë byreqet nuk I du trasha në pranë dhe I futa këtu në mes si armime. Tash I vazhdoj dhe pejtën e 4, e për t'i hedh hargjën e kam hazër. Tash I hedh pak ynyrë, se gjithmonë kur e ke me t'lyn, vojnë e përzi me t'lyn, nuk do aq shumë. Kaloj shpejt e shpejt një dorë, jo me I hodh shumë ynyrë, me ngarku. Muno dhe ansore, t'i mushësh mirë, jo cipër e cipër. Ashtu edhe këto që dolën I qik, s'du me kriju shumë ansore. U marrun 14 pejtë, dolën 7 poshtë e 7 sipër. Ka dalë pak më e modhe, po unë nuk do t'a hodh poshtë, se më vjen keq, se pejtë është. Do lyj qik anët. Munohem t'i fus pak pejtët nga mrena, shumë pak. Shti marrë një thikë edhe nuk e ngull der në fund, po me tehun e thikës munohem me hap pak. Më pëlqen kur janë që në fillim të preme, se nuk shkaravijet byreku, kurse kështu e mban formën si që duhet. Tash e kam hazër, do t'a fus me 200 gradë. Në këtë moment e hap edhe sobën njëkohësisht, edhe tavën dhe sobën. E kam, nuk është se do furë të para pregatitme. Ky ishte edhe byreku, që unë pregatita me gjizë me 2 kokra vezë. Do e lej pak të ftofet, pastaj do t'a pres, se ujzohet. Do t'a lej rreth 5-6 minuta dhe do t'a pres në ato 4 orët e veta që unë I para pregatita në fillim.